apo fatkeqësi njerëzore? Po, në radhë parë kjo është fatkeqësi njerëzore, sepse nga hidrovoret që janë bërë andeja, ata po na mysin her pas here. Ne kemi kaq vjetur se mi mytur ndonjëherë. Unë jam 43 vjeç, s'mbaj mend në këto përmasa dalin lumi çdo 2 javë. Këto nuk janë nga Perëndia. Se lumi del një orë ikën, del ku ka ato shtratet e veta kur bie shi dhe ikën me vrap ujë. Kurse ata i hapin e mbajnë hapur, ata janë ka 3 ditë ujë prap tani që rri në maksimum ujë i kulluar. S'esh nga Perëndia kjo. Se si ne këtu jemi rritur. Me këtë punë kemi 30 vjet. Edhe nuk bën vaki tjetër nga Perëndia kjo. Ndodh edhe nga Perëndia, s'po themi, po ndodh një herë 20 vjet. Jo ky rast. Po jo 5 herë brenda 2 muajve. Shumë problem. Deme kolosale me si mendoni që do të ringrini ekonominë tuaj bujqësore? Se dim, ngrem duart, se ekonomisë e ngrem do të me tani. Jemi demoralizuar komplet nga ekonomia, nga çdo gjë. S'kam fjalë të theme. Në shteti s'kemi para asnjë lloj ndihme, është herë 4, herë 5. Se si bëjmë me tani brenda 3 muajve. Shumë problem i madh. Nuk e dim si do vjen gjërat. Shohim. Ju çfarë bëni në këto kushte? Si çfarë bëjmë? Me tokat. Me tokat tani, asgjë çfarë do bëjmë? Ne sa i mbollëm prap ato, i kemi mbjell 4 herë. Vetëm fidane na shkojnë për 2 lym rreth 2 milion lekë. Me gjithë ato shpenzimet që i bëjmë gati, që i mbjellim. Unë kam 18 lym këtu që kam në ujë. 1 hektare kam këtu, 8 lym i kam nga parcela tjetër këtu, as si shkoni edhe vet. Është matan. Vetëm këto që mi ka kap lumi, është herë 4, që i kam mbjell, bën vet llogarit sa shkojnë. Vetëm mbjellja. Fidane, se ata sta bjen fidane pa lek në dorë. Edhe plera ato që hedhim si fillim, si bazë. Pastaj demet e tjera që u mbasin, pastaj kemi humbur 2 sezone. Se di, nuk e di si do vjen gjërat. Juve çfarë ju është përmbytur? Sa herë jeni përmbytur? Unë radh parë jam në Stargoga. Fermer që kam bashkë prosim me vllajin 3 hektar sera. 2 kam këtu tek toka që themi në anën e lumit dhe 1 hektar kam në Lushnjë. Kam marrë me qira. Është herë 4 që përmbytemi. Një herë jemi përmbytur në 22 në Ndor, i kishim në 40% të prodhimit, me çmim 1500 lekë ishte spec, edhe u përmbytëm. I mbollëm dhe i vum në punë, mezi në i dhanë fidanin ata me të lutur, e mbollëm. U mbytëm datën 10 janar. I iku dhe ajo. I bëm gati, i mbollëm përsëri u mbytëm mbrëm. Si që pat dhe vetë që sera ishte me fidan të mbjell edhe e përmbyt. Tani, kjo s'esh nga shiu, se po t'ishe nga shiu, unë kam 33 vjetë me serat, nuk jam përmbytur në njërë. Kjo është gjikur është beritur centrali. Tani që faj kemi neve, që kemi marrë tokën këtu, nuk e se zgjodhëm, po këtu në jedha si mas ligji, 7501. Tani, të marrin mas, na bëjnë argjinaturë dhe na mbroj. Ne vetë s'mbrojemi dot, jemi të pambrojt. Shoh që keni ndezur pompa sot për të larguar ujin. Është e mundur kjo? Po kjo është sadopak si puna di nxjerrësh qimen nga qulli, po kjo nuk arrihet. Bima ai gazetari e pa atje në vend që kishte filluar të asfiksohesh, se të vishkësh bima. Nuk rri bima 24 orë në ujë. Mund të rri 3-4 orë dhe t'ja largosh ujin në Argjentis, po ato janë akoma me ujë brenda. Çfarë ndjesie të jep kur shikon tokat e tua bujqësore të mbuluara nga uji? Unë sa ndjesie më vjen që çfarë të bëj. Jam i pafuqishëm. Më vjen keq për djalin dhe 2 niprit që i mbajtëm këtu, ju lutem që mos iknin në emigrim, por jemi bërë prishmend që i mbajtëm këtu. Sepse ju e shikoni vetë, të rinë ata të rinj këtu në atë ditë dhe mos kenë asnjë lloj shprese është e pamundur. Më mirë të ishin emigrantë se sa punojnë këtu. Çfarë kërkoni nga qeveria? Ne në radhë parë kërkojmë dëmshpërblimin e fidaneve që kemi mbjell 3 herë, edhe atë të Nëndorit, edhe duam që të marrin masat na bëjnë argjinaturë. Pa bërë argjinaturë, ne jemi të falimentuar, do ikin të gjithë ta. Mirë, unë jam pensionist tani, po të gjithë ta të rinj që kanë serat këthe do ikin të gjithë. Është e pamundur të rinë me. Jeni përmbytur 4 herë, kanë ardhur për të vlerësuar dëmet e për t'i parë? Kanë ardhur, sot s'kanë ardhur këtë radhë, po herët e tjera kanë ardhur, i kanë regjistruar me fjalë, kanë pyetur sa sipërfaqe ke dhe çfarë ke mbjell, vetëm kaq. Asnjë dhënë tjetër. Situatë për ju fermerët e Goriçanit. Kjo na jep ne mos të mirë, mos të punojmë, të dalim jashtë rrugës jemi, të bredhim rrugën. Ku të na dalin ai ditë punim meni ose të shikojmë se sot ditë e bukur me diell. Njëjta situatë brenda 3 muajve. Sera di ishin të ratë përgatitra për të mirë. Tash në këtë moment s'ka asnjë gjë. Cilat janë kërkesat tuaja si banor? Kërkesat vinë shtetit na ndihmojnë. Hera e 4 i meni nuk i gjendja është
Ka dalë jashtë kontrollit çdo gjë. As pretendojmë që ti mjedhim me emrin, s'na bën as kret. Kemi kaq kohë që rrim aty në Buzlumi tot. Çfarë të është 4 përmbytur? herë. 4 herë. Era 4 që. Domate. Domatet përmbytura të tjera. Siç e përmbytura zotëria. Komplet nga zona këtu e tutje. S'bëhet as prijeve. Asnjë gjë nuk kam. Do vim kot, s'kemi çfarë bëjmë. Po marginaturë Marginatura është rruga më e mirë. Nga këtu dalë lart, shpëtojmë në të poshtë. Të radhë pse jeni përmbytur? Përmbytur shirat nuk e dim. Nuk e di nëse. Nëse vjen ujti. Nëse vjen ujti. Kanë hapur digat, çka kanë bërë nuk e dim. E ja jeta situatë, siç e shikoni komplet. Siç e shikoni. Kanë ardhur nga bashkia O, apo sot- nga bujqësia për sot t'ju jo. parë dëmet? Kanë ardhur herët e tjera, kot që kanë ardhur. Asnjë gjë nuk është bërë. Vetë ju si banor çfarë kërkoni? Janë shkruar, kanë ngelur në letër. Asnjë gjë nuk është bërë. Ne kërkojmë si rrugësillje. Çfarë do kërkojmë ne tjetër? 3 herë kemi mbjellur, 4 herë kemi mbjellur, 4 herë janë prishur. Në viti verifikoni, siç i kanë verifikuar, asnjë gjë nuk kanë. Që do ma sere du. Komplet këtyre të fshatit shmytur. Dhe 3 herë të mytura. Po largon ujin, është e mundur të hiqet ujë nga serat? Kjo që eshëm vetëm hiqet, kurse këto thjarët e jo. Ku marrë është me tonë ujë. Çfarë ju ka përmbytur? Domate. 3 dryme gjysë domate. Qërë nuk kom nga 10 dhe nga 20. Unë pa kam. Het. Hesë marrë për kemi pamit. Dit janës makinës ka problem të
Het. Jetzt hörst du mal, kemi pamit. Ja, kom maar,